Sekretar, përshëndetje, faleminderit shumë që jesonte me neve me dëgjuesit e Radio Dukagjinit. Përshëndetje dhe ju, faleminderit për ftesën. Përfundoi një garë kampionati mesdhetar në Maltë, si kaluat atje dhe si kaloi Kosova në përgjithësi në këtë garë? Kampionatin mesdhetar javën e kaluar që u organizua prej të premtes deri të dielën ishte ashtu. Pjesëmarrje prej mundësisht 24 shtete ballkanike, ishin 14 shtete që morën pjesë në këtë garë. Dhe garuesit tonë patën rezultate shumë të mira gjatë kësaj gare. U veçua garuesja Ela Deda, e cila doli e treta në këtë kampionat. Po. Ela edhe pse është hera parë që merr pjesë në gara jashtë Kosovës, ka një performancë të shkëlqyeshme dhe besoj që në vitet e ardhshme, apo duke filluar për vitet e ardhshëm, se tash veç garat po përfundojmë, ka me kënë një garuese suksesshme dhe është një moshë tre, kështu që presim rezultate të mira. Pra për Elën ka qenë përvoja e parë ndërkombëtare dhe në përvojën e parë ka arrit medaljen e bronzë. Po, hera parë që ka marrë pjesë në garën ndërkombëtare dhe kam rrinë medaljen e bronzë në kampionatin ballkanik. Tani veç jem në Santa Susana në Spanjë. Fundjavës të shtunën apo dielën që është i bie shorti, do të merr pjesë në kampionatin botëror. Presojmë edhe këtu që do të mërrin ndonjë rezultat, të shohim se konkurenca është e madhe. Prej 204 shtete botërore, ta shohim sa shtete kanë mërri të marrin pjesë në këtë kampionat. I pa që ishin të Afrikës Jugut, Amerikës Latine, të Japonisë, Kinës, për Evropën nuk po flasum, gjitha shtetet europiane. Është një konkurrencë shumë e madhe, po ta shohim se ka konkurrencë. Ta shohim se ka konkurrencën, kjo lën me nënkuptu që duhet me kalu në far lloj staze për me u konfirmu? Jo, këto janë kategori, domethënë kategorinë mes të gjitha kategoritë, po varet konkurrenca se sa garuese do të vinë në këtë mund të jetë 20, 30, 40, varet prej shteteve që janë të interesuar. Po them mundësia është prej 204 shteteve botërore që mund të marrin pjesë, ta shohim konkurrenca çfarë është për atë po them. Okej. A dihet parafërsisht kush mund të bie Elës në konkurrencë me kë mund të jetë parafërsisht? Nuk dihet ajo. Ato shohim mas nesër del shorti edhe të shohim tash a vjen shtuna apo dillet me marr pjesë në gara dhe të shohim se ka shumë kafe me përmi 2000 garuese gjatë që janë regjistruar sot. Edhe nesër normal. Wow. Po edhe e kuptueshme kur flasim për kampionat botëror, po flasim për nivelin më të madh dhe marrin pjesa. Po, për nivelin më të madh po. Cilat janë shpresat për Elën në këtë rast? Cilat janë pritshmëritë e federatës? Shpresa vdes e fundit, kështu që ta shohim se si po shkon domethënë konkurrenca dhe edhe në qoftë se hyn top 10 është një sukses, po edhe në qoftë se top 6, se na I kem top 10 dhe top 6, po mrekullia vetë është nëse e arrin njërin nga 3 medalet, kështu që ta shohim deri ku është. Edhe pse na kem një eksperiencë vitin 2017 në kampionatin botëror që organizua në Francë, Geta Beça pa të marrë pjesë për herë të parë, kampionat botëror edhe e pa të marrë vendin e parë. Kështu që gjithçka të shohim. Është shumë e vërtetë. Sa jeni të kënaqur përgjithësi me këtë vit Federata Bodybuildingut kur po arrim ka fundi këtij viti tash? Po tash neve pas federatës zgjodhë sa I përket për medalje, domethënë kem kampion botëror, 69 kampion botëror, domethënë vendin e 3, 4, 5, 6 kem shumë herë, mandej kampion evropian, kampion evropian, gjitha I kemi mbri këto. Këtë vit kemi deri diku rezultate të mira, po siç jemi mësuar, domethënë tash e kemi edhe kampionati botëror për mashkuj me 29 nëntor deri me 27 nëntor deri me 2 dhjetor është në Arabinë Saudite. Edhe atje ta shohim, kështu që ende nuk ka përfunduar sezoni, ta shohim se çfarë do të bëjmë këtë garë dhe garën tjetër. Me sa garus shkoni në botërorin e meshkujve? Në botërorin e meshkujve shkoj me 3 garus, ndërsa këtu jem me 2 garus, me Elën është edhe një garus tjetër, është se që 3 vite është një disiplinë e re, fitness challenge thirret. Okej. Dhe të ne në Kosovë që 2 vite veç jem të majtë edhe në pranverë edhe vjeshtë edhe kupën e Kosovës edhe kampionatin e Kosovës,
Kështu që bjem dhe vajzat po tregon shumë sukses, shumë është një disiplinë, çdo 2 minuta nga një disiplinë e garës, domethënë 12 minuta pushon, domethënë 2 minuta garë, 2 minuta pushim. Okej. Edhe kjo veç është të shkuë, shumë mirë është të shkuë një lloj crossfiti me thonë. Po. Kjo është të shku mirë organizimi, është shtunën e ka i djali e ka garën, ta shohim se është një shkëlqim Miftari, është një i Gjilanit është një djalë, edhe është i përgatitur shumë mirë, shpresojmë që edhe ai do të marrijë ndonjë rezultat të mirë. Emrat e tre djemve që marrin pjesën botrorin e meshkujve, a dihen? Po. Është kushtrim Bajraktari. Kampioni. Po, kampioni është garut më që sa vite. Është Fisnik Hyseni, një djalë shumë i mirë, një djalë premtues, edhe një mepinsojtar, domethënë në kampionat ballkanik të tretë në zonën vene, Metini bile u bë kampion për junior, u bë kampion në kategorinë e vet dhe u bë kampion absolut, domethënë kampion absolut janë 4-5 garues të gjitha kategorive, atëherë zgjidhet garuesi më i mirë të gjitha kategorive, ai është kampion absolut. Në këtë rast Metini u zgjedh kampion absolut. Fisniku zuri vendin e dytë, gjithashtu edhe kushtrimi zuri vendin e dytë, në kampionat ballkanik jem të fol, si Mediteran, në kampionat mesatar. Edhe tash po presim ta shohim përgatitjen e tyre, kanë kohë edhe disa ditë për më përgatitur edhe për kampionat botror. Edhe për fund sekretar harrova të pyet që ju pritën në Spanjë, pa të lashën në Spanjë? Spanjë na kemi qelë, jem federata e parë prej vitit 2014 që morëm pjesë në gara. Me flamur me gjithçka. Po, edhe para të njohës, po me flamur gjithë na shkojmë. Edhe para të njohës Komitetit Olimpik na kemi marrë pjesë, kështu që i kem raportet shumë të mira me Spanjën. Po njerë nuk kemi pas problem, edhe shumicën e sukseseve të garave që i kemi arritur në Spanjë. Falenderoj shumë për kohën, sekretar, ju dëshiroj shumë sukses atje dhe uroj që të ktheheni me medalje, pse jo? Faleminderit. Ela po pret këtu, pranë kam nëse do me fol me. Po, edhe Elën kishim pas qef se të pash në ekran vetëm ty, prandaj nuk e pata. Po, hajde t'ja marrim edhe një mendim Elës se ajo e ka arrit suksesin. Përshëndetje Ela. Përshëndetje, si jeni? Sa je gëzu medalja e parë në Evropë, medalja e parë? Normal, jem gëzu tepër shumë, u koni super eksperiencë. Nuk e kom prit që kom me mbrit që ata, po gjithë shka është e mundur kur e dënë edhe bën me shumë qef, normal që gëzohesh. Që sa ko merresh me bodybuilding, Ela? Për mua është viti parë që kom fillu, jam veç fillestare në këtë sport. Me fitness jem marrë edhe me sportet e tjera, po kryesisht me bodybuildingun tash veç sa kom fillu me u marrë. Tash prej mesdhetarës në botror, fantastike, a? Po, është super eksperiencë, vetëm fakti që kime taku garus të ndryshëm prej gjitha vendeve dhe e shes se cili të ndo eksperiencat e vetat, mjafton me mësu diçka ma tepër, edhe mës më fitu absolut kur gjoheq, eksperienca është një prej në stendeve më të mira që mundet mi marrë një garus këto. Sot ka përmbush ty si garuse medalja e parë në arenën ndërkombëtare, sa është përpos përvojës, sa është përmbushje me veten, me bind veten që je për këto nivele? Normal që po, është shumë të përmbush tepër shumë, është një arritje shumë e madhe dhe kënaqesh edhe t'jep motiv ma tepër me vazhdu për ma larg. Edhe po. Po. Se unë gatrova. Tash te botrori, sa ki emocione për pjesëmarrjen në kampionat botror, tash të dallon edhe nivelin, shkoj me nivel shumë të lartë. Po, normal, emocionet janë shumë të mëdha, për shkak se këtu ka garuesi që dalin me vite, unë jam vetëm fillestare, po tatë vetë se kom fillu me dash të skenën edhe përbësoj që nuk kemi me pas probleme dhe kom e që një arritje e mirë, shumë e mirë. Qëshja pas ke fillu ti për një vetë me arrit sukses, një zëtë e dy ku ki mu nalë. Inshallah kur nuk nalë. Ej, faleminderit shumë të dyve. Të kërkoj falje se në fillimisht nuk të pash në ekran. Ju dëshiroj shumë sukses edhe uroj që ktheheni me medalje nga kampionati botror. Kish me qenë fantastike. Faleminderit edhe juve, unë po ta dëshiroj me falenderu edhe federatën edhe Komitetin Olimpik për mundësinë që mu ka japë për me dëshmu punën tëme në formën më të mirë.
Po ashtu edhe Ministrinë e Sportit që na përkrojnë të gjitha format, nuk na mungon absolut asnjë gjë. Jemi shumë të kënaqur me çka do që na ofrohet neve si sportistat Kosovës. Fantastike. Shumë suksese në Santa Susana. Shumë faleminderit. Ciao, kalofshet mirë. Tong tong. Ciao. Kaloni.